Qeveria ka vendosur të akordojë për pensionistët një fond prej 9.4 miliard lekë ose rreth 97 milion euro për bonusin e fundvitit. Ky fond përfshin rishikimin e fundit të buxhetit, duke shtuar mbi shumën fillestare prej 3.5 miliard lekësh edhe 5.9 miliard lekë të tjera për të garantuar shpërndarjen e bonusit sipas fashave të vendosura. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, pensionistët me më shumë se 20.000 lekë pension do të përfitojnë 10.000 lekë bonus, ndërsa ata me pension në 20.000 lekë do të marrin 15.000 lekë. Këtu përfshihen edhe pensionet e invaliditetit, pleqërisë sociale suplementare, si dhe pensionet e parakohshme të ushtarakëve dhe kategori të tjera të përfshira në sistem. Një vit më parë, shpërndarja kishte ndodhur në mënyrë të ngjashme, duke përfshirë edhe gratë, burrat e ve dhe fëmijët jetim, të cilët merrnin bonus të plot prej 15.000 lekësh. Përveç bonusit të fundvitit, qeveria kishte shpërndarë edhe një bonus të pranverës që varionte nga 5 deri në 10.000 lekë, duke mbështetur më tej pensionistët gjatë vitit. Kjo masë e qeverisë synon të mbështesë fuqinë vlerëse të pensionistëve dhe të zbuzë ndikimin e rritjes së çmimeve, duke u siguruar që përfituesit të kenë një shtesë financiare për fundvit.